Tragjike në Itali, shqiptari vdes në vendin e punës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali ku një 67 vjeçar shqiptar ka humbur jetën. Viktima është Limoza Allusha, i 67 vjeç, i cili humbi jetën gjatë një aksidenti në vendin e punës. Allusha u godit nga rryma elektrike ndërsa po punonte në punime ndërtimi. Mediat italiane shkruajnë se ai po drejtonte një pompë për përzierjen e cimentos për ndërtimin e një muri me gur. Për shkak të një funksionimi të pasakt, krau i përzierjes goditi linjat e tensionit të lartë të energjisë. Punëtori shqiptar u godit nga një goditje e fortë elektrike. Bluzat e bardha tentuan ta shpëtonin, por si pasojë e goditjes së fortë elektrike, ai humbi jetën. Autoritetet italiane po hetojnë më shumë mbi ngjarjen e rëndë.